Në kuadër të fushatës ndërkombëtare 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës ndaj gruas dhe dhunës në familje, në njësinë administrative Krutje u zhvillua një takim sensibilizues me gratë e zonës, shumë prej të cilave kanë përjetuar forma dhune gjatë jetës së tyre. E pranishme ishte nënkryetaria e Bashkisë Lushnjë, zonja Maldrita Bardho, së bashku me specialistë të shërbimeve sociale, të ndihmës ekonomike dhe përfaqësues të njësisë administrative Krutje. Në fjalën e saj, zonja Bardho theksoi se Bashkia Lushnjë është dhe do të mbetet një derë e hapur për çdo qytetar që ka nevojë për mbështetje, duke dhënë një mesazh të qartë kundër indiferencës dhe dhunës. Takimi vijoi me bashkëbisedime të hapura, ku u vlerësua roli aktiv i bashkisë dhe mbështetja e vazhdueshme e kryetares Eriselda Sefa për të mos toleruar asnjë formë dhune në komunitet. Aktivitetin e pasqyroi nga afër edhe kamera e televizionit Apollon.